Haxhi, e ceke porzit Safa Mervan, atë ditë kër e banëm Safa Mervan, unë u lodha shumë edhe rash me flet, nesit kër u të qova, thash, kam të janë të mëdhim, e më la për shtipje fjale e otë, po tash, da të dhamë, me të një kam, shtash, kjo ardi të hejtë, o bla, kjo është shumë një këshillë e mirë që mësë me bo panik njerëzit, ka me dhim pa kama, krija, sen, 5.000 km lartë. Une shumicën, adin shkaj kam të ofër dhe i një dhe i thamë, po ty po shkon darësën, po këcene, po lodhësh, po kjo është rrugtimi Allahut, musafiri Allahut, bane për Allah, lodhë për Allah, sakrifiko për Allah, do më thonë, kjo është gjishka shpirtnore dhe unë besoj se çdo umregji ja vlen për mu lodh, sepse qëre unë seher që kom udhtu me xhallar, seher më thëshin kur të nisesh në atë rrugë, merri një 2 kofe sabër.